Edhe unë mendosha që lufta është filma, edhe Luani i vran krejt. A i ke pas pak a shumë parasysh rreziqet me cilat mundesh mu përball, apo thjesht ke marrë zemër edhe ai kuriozitetit ka shtyp me hy? Jo, nuk i kam pas parasysh për arsye se unë Luanin tani e kisha heroin tim. Ai ishte me pushk edhe unë mendosha që lufta është filma, edhe Luani i vran krejt. Serb, edhe ai është i fundit, domethënë rolin kryesor e ka ai, edhe kur jeti me to gjithçka shkon mirë edhe ashtu, s'e kam nehat asnjëherë frikën, sepse s'e kam ditë ndoshta edhe fuqinë armikun në këtë rast. E prandaj disi koni pra vetë besimi i tepër i madh, se edhe këta kur ishin shonë Luhane, Lahe, plot tjerë dikur Recep Selimin e pata fillu me njoft, këta diqysh ishin plot vullnet edhe nuk u frikojshin fare, asnjëherë as i kish as nuk u lodheshin për atë punë do të. I diskutonin këto tema, vinin herë me uniform, herë pa uniform, herë me diçka, herë lënin kerën aty, herë atje, po asnjëherë s'më me po. S'ka pas diskutime frikë. Asnjëherë nuk e diskutojshin aty, në veç qysh me vepru dhe me kry punë edhe e bëjshin gati si me u marr atë punë nesër që po bojna, ku po shkojna, që po sulmojna, apo na vinë armë të kështu në kon, do të thotë nuk ta kanë dhënë as mundësi ty me pa frikë të ta, apo shqetësim të ta hiç.